diskutimi edhe për temën tonë, po edhe për çështje të tjera që kemi temë të nxehtë, sepse flasim për lënien e shtëpive me qera, sa tatime që duhen paguar dhe s'duhen paguar, kemi kuptuar drejt apo jo, kështu që investimet më të shpeshta që po bëhet në vendin tonë. Dhe pyetja është, a ja vlen ti të investosh sot për të kthyer një njësi në Airbnb apo në Booking për ta parë si fitim prurse. Dhe jemi në studio me Rinaldo Pipirin, që është drejtori i Areas. Mirëmëngjes. Shoqata kombëtare e ndërmjetësve të pasurive të paluajshme. Se e kam bajtur shnim që ta them në mënyrë korrekte. Gjergji Stefa, jo gazetar. Gjergji gjithmonë vjen i duket sikur është pas zakonisht emisionet e sportit bën. Tani Gjergji përqendrohu nuk flasim për sport sot, je veshur e ke lënë më një gazetarin sportiv. Flasim pak për këtë, sepse ne na bëri përshtypje, nuk e dim tani, ju na informoni se jeni aktor të tregut për tatimin në Airbnb dhe Booking. A do të ketë një tatim të shtuar dhe ajo që pastaja shumë njerëz nga ata që ka filluar ta përdorin këtë biznes, duken pak sa Rinaldo pak të stepur, sepse thonë, a ja vlen vërtet që unë të merrem me këtë, le të themi, biznes të sepse po, se mund të jetë ajo përqindja që base nuk do të më lë shumë fitim në fund të muajit. Në realitet 2025 nuk është se ka pasur në një ndryshim në politikën fiskale për sa i përket pjesës së Airbnb-s. Thjesht duke u shtrënguar kuadri regulator, duke u shtrënguar inspektimin në terren, në fund të ditës është e ardhur jo nga paga, do të trajtohet si ardhur jo nga paga si çdo ardhur tjetër. E vërteta është që në vitin e kaluar me Booking është bërë një bashkëpunim dhe është kërkuar që të depozitohet nipti i kujdoi i cili ka qenë duke listuar apartamente me qera. Nëse nuk depozitohej nipti pranë Booking, atëherë Booking do të kishte 20% më tepër, do të mblidhte për llogaritë të shtetit shqiptar 20% më tepër nga tarifa, nga komisionimi që Booking merr për vete. Por pjesa tjetër ka qenë e pandryshuar. Në momentin që do të formalizohet si treg, do të vazhdojë të jetë si biznes, thjesht do të paguhet taksa, siç janë tatimi mbi të ardhur që ka për shkallëzimin e vet, pra deri në 100 milion dhe pastaj 100 milion, 120 milion. Pra deri në 100 milion ti mund të funksionosh si një biznes i vogël. Deri në 100 milion je zero tatim fitimi dhe zero TVSH. Nuk është vetëm për Booking, është për gjitha bizneset. Pra nuk është vetëm për Airbnb, është për gjitha bizneset. Në moment që kalon 100 milionshin, ke për shkallëzimin që futesh pjesë e skemës TVSH dhe më pas ke edhe tatimin mbi 120 milionshin duhet të kesh disa njësi Airbnb apo jo, besoj. Le të themi statistikat e sotshme, pra teksa po shikojmë në mëngjes AirDNA, në Tiranë duhet të jenë diku tek 5300 njësi, në Durrës duhet të jenë 3200 njësi të listuara, në Vlorë diku 9500 njësi të listuara. 9500. Po, mesatarisht Shqipëria 21000 që duhet të jenë vetëm në Airbnb. Po të futesh dhe pjesën e Booking, duke hequr mbi vendosjen, duhet të jemi 30-31.000 në gjithë Shqipërinë. Se mund të jenë vendosur. Mesatarja e Tiranës ka qenë dikur në 12 mujorshin, për të thënë krahasim 12 muaj me 12 muaj, 2023-2024 ka qenë diku tek 9000 euro, sot është diku tek 7600 euro. Shkurt 2024 me shkurt 2025. Jashtë Tiranës kryesisht ka qenë 10-11000, pra po themi për vende turistike si Durrësi, Vlora, Saranda. Në fund të ditës gjithsecili do duhet të bëjë llogarit vet. Pra me një shtëpi i bie që të kesh 600-700 euro në muaj të ardhur. Nga ky 600-700 euro në muaj të ardhur, ti do duhet bësh analiza se pjesë ngelet fitimi dhe të përgatitesh që nesër pas nesër do të taksohesh, pra me nivelet. Po shiko, e para njëherë kjo çështja e tatimit duhet sqaruar një herë mirë. Tatimet që aplikohen në sektorin e real estate-it nuk janë të ndryshme nga tatimet të tjera, sepse dhe nëse ti jep shtëpinë tënde me qira, prap duhet të tatohesh, duhet të deklarohesh, duhet të formalizohesh me një 15% që është tatimi mbi të ardhura. Tatimi mbi të ardhura bëhet në një masë të konsiderueshme, por patjetër që ka edhe vende apo njerëz të cilët nuk duan ta bëjnë këtë gjë dhe ata nuk kundërshtim me ligjin. Ne nuk kemi këtu për të dhënë informacion mbi çfarë ndodh në kundërshtim me ligjin sepse nuk e dim. Por patjetër që si në çdo fusha të tjera të ekonomisë, si në Shqipëri dhe në të gjithë botën, informaliteti ekziston. Dhe sigurisht duke qenë se bota ka përvojë më të madhe në sistemet e ndërgjegjësimit dhe në sistemet mbrojtëse, si në çdo fushë të ekonomisë, edhe në sistemin e real estate-it, informaliteti në Shqipëri është pak më i madh se në Europën perëndimore. Por nuk është ky thelbi. Thelbi është që njerëzit që nëse ata duan një ditë të bëjnë një biznes për ta dhënë shtëpinë e tyre me qira ditore, çfarë i pret për ta bërë një gjë të tillë.
përveç investimet e tjera që ajo është çështja e planit të tyre të biznesit, nëse duan ta blejnë pronën, nëse duan ta bëjnë në pronën aktuale, nëse duan ta marrin pronën me qira vetë ta japin editorin, kjo është një çështje shumë personale. Ajo çka duhet njerëzit të kuptojnë është që si çdo biznes tjetër, si dikush që dëshiron të hapë një dyqan, si dikush që dëshiron të hapë një televizion, si dikush që dëshiron të hapë një fasoneri, është një biznes i regjistruar. Pra ti nuk i merr më parat si pagamarrës, por i merr si biznes yt. Ligji shqiptar parashikon që hapja e çdo biznesi në Shqipëri kalon, sidomos në nivele të vogla, pra biznesit të vogël, nëpërmjet një numri NIPT-i ku ti vetë